Ky sezon veror ka hyrë tashmë në pikun e tij, fluksi i lartë i pushuesve vendas dhe të huaj që zgjedhin Vlorën për pushime, por dhe qytetarëve vlonjatë të cilët qarkullojnë me automjete personale në qytet, si edhe pushojnë, kanë bërë që në qytetin bregdetar të nis trafiku i rënduar i automjeteve. Trafik që tregon fluksin e lartë të turistëve, të cilët kanë si preferencë qytetin bregdetar për të kaluar disa ditë pushime. Kjo fundjavë e korrikut ka sjell drejt qytetit bregdetar të Vlorës së pushues vendas, por edhe me qindra turistë të huaj, të cilët lëvizin në qytet sigurisht me automjete personale, që kanë ndikuar edhe në fluksin e automjeteve të cilat qarkullojnë në Vlorë. Trafiki i rënduar i automjeteve në të gjitha akset të cilat të çojnë drejt Bregdetit. Fluksi i automjeteve fillon prej hyrjes së qytetit. Aksi rrugorit transbokanikës është një prej rrugëve me qarkullim më të rënduar të mjeteve dhe njëkohësisht segmenti që përballon fluksin më të lartë të tyre. Qarkullimi i rënduar i automjeteve konstatohet edhe në rrugën Kosova, Gjergj Araniti, si dhe segmentet që lidhin transbokanikën me bulevardin Ismail Qemali dhe që preferohen tepër si rrugë që mund të shkosh drejt Bregdetit. E pamundur të ecësh me automjet për shkak të fluksit në rritje në lungomare. Shtitja Vlorës, segmenti rrugor që ka patur numrin më të lartë automjeteve që qarkullojnë për të shijuar bukuritë e qytetit dhe njëkohësisht Bregdetin. Edhe në aksin Vlora-Adhim Orikum ka patur intensitet të lartë automjeteve. Vargu i makinave sigurisht vijon më pas edhe drejt jugut, duke nisur nga fshati Dukat, tuneli Llogaras dhe më pas në Palas, Dërmi dhe Imar. Vlen të theksohet se për sa i përket rëndimit edhe më tepër të qarkullimit të automjeteve në qytet, ndikojnë sigurisht edhe parkimet. Mjetet të cilat parkojnë në mënyrë të gabuar duke shkelur kodin rrugor, që bën më pas pengesë për drejtuesit e tjerë të automjeteve, duke vështirësuar lëvizjen. Fluksi i mjeteve është i lartë dhe pavarësisht të gjobave për ata që shkelin kodin rrugor, impakti në lehtësimin e trafikut ka qenë minimal.